kur filozofi marokjan Taha Abdurrahman deshi ta përkufizonte njeriun bashkohor në librin e tij të njohur Shpirti i Fesë, ai nuk ju drejtua ose nuk ju referua vetëm përshkrimeve të zakonshme antropologjike apo le të themi edhe psikologjike, por ai në fakt dha një përkufizim jashtëzakonisht interesant dhe shumë të thellë për mendimin tim. Ai tha, njeriu është qenia që harron se harron. Pra, njeriu harron, por shpeshherë ai vet harron që është qenie harrestare. Njeriu pra është krijesa e harresës së gjithanshme. Pra njeriu mund të harrojë në gjitha anët. E harron krijuesin, e harron furnizuesin e tij, e harron qëllimin e ekzistencës. Mund të harrojë edhe arsyeën e krijimit, e harron familjen shpeshherë. I harron gjithë ata që i rrethojnë, madje që mund të ishte harresa më e rrezikshme, e harron se është vet i zhytur në harresë. Kjo harresë totale, sipas Taha Abdurrahman, është shkaku themelor i krizës së njeriut modern. Pra, njeriu sot është duke i zotruar mjetet e dijes, por është duke hupur kuptimin e emanetit. Ka fituar shumë pushtet, por është duke humbur ndërgjegjen. Ky filozof niset nga një vizion që ai e quan filozofia e emanetit, sipas të cilës njeriu nuk është pronari i asaj që ka në dorë, por atij i është besuar ajo që ai ka në dorë. Pra, pasuria, pushteti, dija, trupi dhe gjithë jeta, të gjitha janë emanete, jo pronat e njeriut. Njeriu nuk është pronari, vetëm Zoti është pronari legjitim dhe absolut i çdo gjëje, i cili i ka huazuar njeriu gjitha këto të mira. Njeriu i ka marrë hoha nga Zoti i Madhreshëm. Dhe ky koncept qëndron në kundërshtim të plot me filozofinë materialiste që është sot, e cila ka vendosur njeriu në qendër të universit, duke i dhënë të drejtën të sillet me ekzistencën si pronar absolut. Prandaj është e rrezikshme, sepse njeriu është duke u sjellur si pronar absolut mbi diçka që në realitet nuk është pronar absolut, është dikush tjetër pronar absolut. Pra ai të ka dhënë ty diçka dhe ai është pronari, ndërkaq ti sillesh sikur të ishe pronari absolut i saj.